Në moshën 10 vjeçare lëviza me familjen në Suedi, kemi qëndru një vet atje, edhe me njerë u regjistrova atje në shkollë, do të thotë në shkollë të mësimit, duke pa talentin edhe shkolla më siguroi një klub atje që ka qenë afër Stockholmit, aty ku banoj isha Vallsta, edhe me njerë u regjistrova, kështu që pritshmëritë e mia ishin më të mëdha kur në shkollë atje u aktivizova dhe kisha paraqitje të mirë. Fillova atje, do të thotë një vit qëndrova, pata një ecërim mjaft pozitive dhe shumë të mirë, gjë që në fund pas përpjekjeve të brendve që të kthehem në Kosovë pas një viti, klubi insistoi që unë të vetë ri atje, po mosha shumë e hershme atje dhe prind kishin frikë, jo frikë atje që ndodh ndonjë gjë, po humbja fëmijës tyne në atë moshë të re, domethënë ishin problematike. Si ja ka qenë çasësoj. Është shumë interesante, unë kisha dëshirë, domethënë çajsha shumë sepse u adaptova atje në vit si fëmijë dhe kisha qef kushtet ishin fenomenale. Që u adaptove po prind jo. Po flas në vitin 92, ka qenë kjo periudha. Edhe fort të mërzita, u kthym edhe vazhdova të më thonë kur vjen prej në një shteti shumë të zhvilluar edhe kur kemi orë në Kosovë të vitin 92 siç ka qenë tani.